Selam aleikum të nderuar ndjekës të portalit të Mezhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit. Je fillojmë emisionet e Ramazanin e Mezhlis. Sonte ishte iftari I parë e lëm pas teravin e parë të këtij muaji të bekuar të Ramazanit të vitit 2026. Sonte kemi musafirin ton të parë, krye'imamin apo muftion e Mezhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit, Magjistër Ali Efendi Bardhi. Mirë se na erdhët. Selam aleikum. Aleikum selam. Faleminderit. Urime për këtë emision, edhe para disa kohëve keni filluar me podcastin, por tash në muajin e mallnueshëm të Ramazanit është e qelluar. Për këtë ndërlërsoj ty për këtë ide dhe realizim. Allah shpëton. Natyrisht edhe Mezhlisin, I cili si më thon qëndron mrapan në këtë iniciativë dhe këtë aktivitet që po realizohet. Njëherë të gjithë dëgjuesve dhe shikuesve të këtij podcasti, I përshëndes nga këto, ju uroj muajin e mallnueshëm të Ramazanit, duke I lutur Allahu xhaleshanuhu që t'ju lehtësoj agjerimin, t'ju jap të mira e begati dhe t'ju pranoj gjitha adhurimet, solidaritetet, gjitha mirësitë, ato iftare, ato të mira që do të realizojnë gjatë këtij muaji. Me shpresën që Allahu xhaleshanuhu t'ja pranoj gjitha të lutje dhe inshallah në ditën e fundit, pra në ditën e Bajramit, të gjithë gëzuam ta presim atë, sepse kemi për çka të gëzojmë dhe kemi për çka kemi për çka të jena, domethënë, falënderues Allahu xhaleshanuhu për gjithë këtë mirësi dhe mirësi që na ka dhënë, siç është muaji I mallnueshëm I Ramazanit, me begati të jashtëzakonshme, domethënë që një besimtar nëse do të fokusohet gjatë këtij muaji, do të ketë me patjetër mirësi të mëdha, sepse është vetë I atill muaji I mallnueshëm I Ramazanit. Para se të fillojmë fjalën për Ramazanin dhe aktivitetin në vejim, së pari duhet të na tregoni se si ishin përgatitjet për këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Po, ne kemi fillu që është buin Recep dhe Shaban me për përgatitjet e para, keni pas rastin që ti dëgjoni hoxhallarët e nderuar që kemi pas nga vizite të ndryshme, qoftë nga Shqipëria, nga Kosova, natyrisht nga Malizi, qytete të tjera ku kemi pas mundësi, Maqedonia, ku kemi pas mundësi të dëgjoni ligjëruesit në xhamin e madhe në Pinjesh gjatë muajit Recep dhe Shaban, pra si më thënë një lloj para përgatitjes veç ka qenë, domethënë e bën. Natyrisht gjatë muajit mallnueshëm të Ramazanit ka të shtia ato aktivitetet e veta, aktivitetet që janë të gjithmonshme, për çdo vit. Kemi aktivitetet që janë aktivitetet e namazeve të taravive, aktivitetet e tjera që kryen Mezhlisi, domethënë qoftë itikafin, qoftë mukabelet, qoftë paraqitjen e lihi sherifit apo aktivitete të tjera, ligjërime të tjera, gjitha këto iftarët e përbashkëta. Natyrisht edhe iftarët e përbashkëta që ka qenë traditë dhe është traditë ku ushtron edhe Mezhlisi me shehati Bashkisë Islame në Malin e Zi. Po kështu edhe iftarët e tjera që ne I shkëmbejmë me Bashkisë Islame apo myftinit që jemi në Binjakzim, me myftinin e shkollës së Prizrenit në të njëjtën mënyrë. Edhe aktivitetet e tjera që janë pak a shumë që gjatë kohëve viteve të fundit kanë filluar, sidomos domethënë qitja e topit apo iftarit që është I katërti vit me radhë që po realizohet, që është në Kalan e Ulqinit. Dhe për këtë gjë një rast që të falenderoj shoqatën Dëshmia, e cila e ka financuar një gjë të tillë, qoftë sigurimin e topit, edhe qoftë edhe ato dhe poshtu në mill. Pra, edhe në mill të njëjtën mënyrë që janë të realizuar, po domethënë në kuadrat e Bashkisë Islame apo Mezhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit. Po kështu edhe gjatë para përgatitjeve për Bajram, ku do të jenë edhe dhurata domethënë për fëmijët e mektebit. Këto janë pak a shumë ato aktivitetet e përgjithshme të cilat I cekta tradicionale që cilat janë në mënyrë të vazhdueshme të shti gjatë kësaj kohe mund të vinë, domethënë sepse duhet dim një gjë, që gjatë muajit Ramazanit gjithë ato imam kanë aktivitetet e veta, gjithë cilin në vendin e vet. Dhe është e vështirë shumë që ti shputesh
për ndonjë ligjërat apo për ndonjë program të caktuar. Kështu që kjo vështirëson shumë punën, por elhamdulillah ne kemi imamet tanë, kemi, domethënë, brenda bashkisë islame në Malin e Zi, të cilët edhe ata do të frekuentojnë, domethënë, mezhlisin tonë, qoftë në iftaret të caktuara apo në qoftë në programet të caktuara që do të keni rastin që të kemi edhe këtu inshallah në podcastin ton apo në programe të tjera që realizon mezhlisi i Bashkisë Islame. Kështu që këto janë aktivitetet që janë të çdo viti, por që në një njëjtë mënyrë me ndonjë ndryshim në realizimin e tyre. Ato janë disa janë edhe në mënyrë spontane që mund të krijohen. Por gjithsesi ato janë ato aktivitetet që ne i realizojmë çdo vit. Për të realizuar këta natyrisht që duhet angazhim, duhet sakrificë. Këte mas parit i bjen gjithë imamëve në kuptimin për realizimin e shumë aktiviteteve, siç janë për shembull ata që janë namazit të ravive, angazhimit të ndryshme, namazit bajramit e tjera që gjithë cili ka atë aktivitetin e vet, aktivitetet me fëmijë, aktivitetet me gjinin femnore, aktivitetet me gjinin mashkullore, por edhe aktivitetet që janë të përbashkëta. Pra gjitha këto një farë mënyrë barën e madhe e bajnë imam, natyrisht me mbështetjen e këshillit apo mezhlisit Bashkisë Islame të Ulqinit, por edhe me mbështetjen e xhamatit mutevelive, të cilët kontribuojnë në realizimin e tyre, sepse në një xhami mund të ketë aktivitet më tepër, ndoshta edhe si rezultat i anës saj financiare që ka më shumë, në një xhami mund të ketë më pak apo mund të ketë më numër më pak të xhamatit, por gjithë cili xhami, gjithë cili mahall, gjithë cili fshat gëzon atë, domethënë edhe përjeton muajin e madhëshëm të Ramazanit me aktivitete modeste që mund, domethënë që do të realizohen inshallah në ditët dhe netët në vijim. Subhanallahu, Ulqini njihet si një qytet me tradita të lashta, tradita të mëdha, dhe subhanallahu ne me nxi pritem që të vijë muaj bekuar ky musafir i dashur. Dhe subhanallahu ne po e ndihmë aromën e Ramazanit këtij musafirit të dashur. Alhamdulillah, aktivitete boll dhe Ulqini mashallah është me do mos i veçantë për këtë. Çfarë e bën këtë muaj të Ramazanit, të na tregoni shkurtimisht ndjekësve tan, këtë muaj të Ramazanit një mundësi unike apo të veçantë për një ndryshim shpirtëror? Po vetë kur thëhet muaji i Ramazanit është vetë unik, që është në fillim, është i ndryshëm nga muajt e tjerë, jo se për nga ditët dhe netët, por është i ndryshëm për nga pesha që ai bardh vetvete, për dobit që ai përfiton besimtari, dobit e tija mund të jenë domethënë të trillojshme, do të thoja, dobia e tij shpirtërore, dobia e tij vetjake, dhe dobia e tij në harmoni me njerëzit e tjerë, sociale, do të thoja. Pra dobia shpirtërore në kupton gjithë ato adhurime, ibadete që i kryen, çdo gjë që realizon e kryen për hatër të Zotit, për hatër për dashninë që ka ndaj Zotit. Pra dashninë që ka ndaj Allahu xhaleshanu, gjitha këto i kryen për dashni. Natyrisht ato urdhnesa, si të thush, janë që paraqiten në Kur'an, agjerimi, gjitha tjerat, por njeriu duhet mos t'i ketë këto si barr, po t'i ketë si dashni, t'i bojnë si dashni për hatër të Zotit, është ai i cili e ka krijuar atë, është ai i cili ja ka dhënë frymën, është ai i cili që për një çast, ndoshta ne nuk mund të marrim frymë, është Allahu xhaleshanu ai i cili na jep shëndetin, na jep gjithë ato të mira, që na ka dhënë në fundit edhe një jetë, po sado që të jetë ajo, sepse ka më që mos jemi as pak në këtë jetë. Atëherë domethënë ne duhet të jemi falënderues ndaj Allahu xhaleshanu për gjitha këto. Ata ta manifestojmë atë. Qoftë ibadetet si agjerimi, si Allahu xhaleshanu si thot, ja alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pra, ojo që besoni është bërë agjerimi obligim siç ishte aty në më përpara, që ndifton që kanë pas gjithmonë vazhdimisht ka pas popujt agjerim, gjithmonë ka ekzistuar agjerim. Nuk kemi në të vetmit, pa marrë parasysh se forma të tjera si mund të kenë qenë. La'allakum tattaqun, që të jeni të devotshëm. Pra devotshmënia do në kupton si thosh respekti, frikë respekti, gjitha ato që përmbajnë vetvete, dashnia e tjera domethënë ndaj Allahu xhaleshanu si krijuesi që na ka dhënë këtë jetë. Prandaj nga aspekti i shpirtëror domethënë ne qoftë me agjerim, qoftë me ibadet, po qoftë edhe sadaka që bëjmë apo diçka tjetër, sepse ke shumë ibadete, adhurime të cilat
duken rrafshin e parë, pra domethënë që janë vetëm në raport me Allahun xhaleshanuhu. Po në anën tjetër ke ibadetet që janë me të holla, që janë me trup, edhe që janë domethënë edhe me lutje, me adhurim që ban. Domethënë, tash gjatë muajit Ramazanit na kena shumë gjana. Kena agjerimin, natyrisht që bëhet me trup. Por kjo nën kupton shumë gjana se ishte institucion vetë agjerimi. Atëherë çka ka agjerimi? Agjerimi ka shumë gjana të cilat neve na disiplinon. Na bën që ti duke mos u ushqy për një kohë, për një moment, duke u largu nga gjërat që gjatë kohëve tjera, po themi i kemi të lejume, për një çast ne domethënë arrim në gradat e engjëjve, sepse engjëjt me lekt nuk ha, nuk pinë. Pra ata janë në gradat, si më thonë, të nalta, edhe njeriu bëhet edhe më i nalt, si thosh shpirtnisht, edhe se engjëlli. Pra i afrohet Allahu xhaleshanuhu më shumë me veprimtarinë e tij, me devotshmërinë e tij, siç është agjerimi. Por kena për shembull raste të tjera siç janë solidaritet sadakaja për shembull. Sadakaja e cila lëmosha, pra, që jashtë çfarë nuk kupton, ajo kryen, domthonë e bën për hatër të Zotit, për hatër të dashnisë që kemi ndaj Allahut xhaleshanuhu, për hatër që Allahu xhaleshanuhu ka krijuar çdo gjë, dhe këtë gjë që ka krijuar këtë jetë, domethënë si njeriu që është halif, që është një farë mënyrë zëvendës në kuptimin i Zotit në tokë, domthonë ai i cili ka për obligim me u kujdes për çdo gjë, ka për obligim me u kujdes për njeriu, për kafshët, për ambientin, për ujin, për detin, për malin, për çdo gjë. Pra, sepse ai është përgjegjës, nuk e kanë përgjegjësinë kafshët, nuk e kanë përgjegjësinë krijesat e tjera, sepse e ka veçuar Allahu xhaleshanuhu me mendin njeriu nga krijesat. Dhe për atë arsye thotë وعلم آدم الأسماء كلها ثم dhe i mësoi Ademit, çfarë i mësoi emra, disa emra. Po ato emra janë koncepte, i mësoi se si krijoi, se si të ndërtoi, se si të punoi, se si të veproi, se si të sillet, se si të mbrojtet, si të jetoj. Gjitha këto domethënë ja ka dhënë to mirësi njeriu. Pra, njeriu edhe kur e kryen pra këtë solidaritet që kryen ndaj tjetrit, domethënë edhe e kryen për hatër të Zotit, por në anën tjetër edhe ndihmon një fukara, apo ndihmon dikën një shtresë që është më nevojshme. Apo edhe agjerimi në anën tjetër i cili ka funksionin parafrus, familjar, miqësor, mos harrohemi, se domethënë natyrisht pejgamberi sa ka thënë edhe kur s'ke ndonjë mik, për shembull ai ka urdhëruar që dilet merret dikush një mik, një natë domethënë. Por alhamdulillah na kena në kuptimin, kena miqësi, kena akrapa, kena të afërm. Dhe muaji i mëdhshëm i Ramazanit është ai i atill i cili edhe na parafron edhe nuk na lën edhe që të humim lidhjet fisnore, lidhjet afërta. Pra gjatë muajit të mëdhshëm të Ramazanit, alhamdulillah, edhe në qytetin tonë, vendin tonë është një praktikë shumë e mirë, që unë e pëlqej shumë, edhe kjo na amon edhe do të na amoj lidhjet tona, edhe nëse gjatë vitit nuk shkojmë te njëri tjetrit, gjatë muajit të mëdhshëm të Ramazanit, ndoshta që i bën to sidomos rrethi më i afërt, unë në kupton vllai, daja, halla, vajzat e dajs, pra domethënë kushëni të afërm, gjithë domethënë pak a shumë shkojmë te njëri tjetri. Dhe kjo bën që ne në një farë mënyrë atë rrethin që është më i afërt ta ruajmë, atë xhenezën ku jemi afër familjes. Paktën 2-3 breza i kemi të ruajtur, që është një gjë shumë e mirë. Natyrisht që ka edhe për shembull brezat që janë më larg etj, por që iftari e ruan këtë gjë, sepse çdo familje sot do të ftojnë një iftar dhënën e vet, do të ftojnë një iftar djalin e vet i cili ndoshta është i ndam me familjet vet, do të ftojnë një iftar domethënë dajën e vet, hallën e vet e kështu me radhë. Ata janë ka një sens shumë është i komplot. Domethënë muaji i mëdhshëm i Ramazanit kur i ka gjitha këto gjëra është domethënë vetëm fuqia dhe mendja brilante Allahu xhaleshanuhu që e ka këtë gjë që e ka përgatit, këtë gjë që njeriu gjatë kësaj kohe me i pas tan ato. Domethënë edhe me pas mundësinë mu afro me një fukara, edhe me ia dit një fukaras, edhe me ia dit një të pasënit, sepse edhe një iftar për shkak që na shtrojmë edhe atë me bollek, pa marr parasysh se si e tek. Pra domethënë
Edhe pse gjatë muajit të madhnueshëm të Ramazanit iftaret tona alhamdulillah janë me bollak, ne kuptojmë që ka një lloj mirëqenjet, do thoja. Ka bereqet. Ka bereqet, domethënë. Të gjitha këto në vetvete, domethënë lutja që bëhen domethënë në iftar që siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nuk kthehen lutjet, domethënë në tre raste që janë, ku një ndërta është edhe lutja agjerusit, lutja atij udhëtarit dhe atij që është në hall, që ka rënë në hall të madh, domethënë janë momente të mira që Allahu xhaleshanu na i ka dhënë edhe na i ka mësuar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra ekzistojnë gjanat, ekzistojnë formulat. Allahu xhaleshanu pejgamberi ti na ka mësuar formulat ne. Na të duhet me ditë ku mi kap to formula, si mi gjetto. Të janë si kode, si kode. Dhe gjitha këto domethënë na kur i zajmë to deshifrojmë, atëherë na arrijmë që të përfitojmë dhe asaj që na atë marrim atë rezultatin që na ka dhënë, që e kanë tonë vetvete, gjithë cila e kanë vetvete. Por njerëzit nganjëherë bin nga flet, bin për taci, po themi, nuk i vënë kujdes. Vetdia bjen. Po. Kjo është një fatkeqësi që Zot na ruaj domethënë. Vetëm i lutim Allahu xhaleshanu që gjithë t'ju si thosh, t'ju jap mundësinë apo ta kuptojnë. Që ta kuptojnë dhe t'ju hapen gjithë cilët ato perdet edhe zemrat e tyre që mund të jenë të ngurta, se nganjëherë njeriu shkon te vërteta, por ngurtësia e tij ajo nuk dorëzohet. Pra, ngurtësia ti khatam Allahu ala qulubihim, siç thot Allahu xhallahu, ju boni me myhyrë, domethënë ai nuk thën, domethënë, ishte i nati, ishte ku më di se çfarë. Zilia, atëherë domethënë njeriu vjen në drejtë shumë apo në grada shumë të qija, të cilat me inatin e vet, me pertacinë e vet, me kemgurjen e vet në një rast e preashton vetveten, nuk e preashton Zoti, ai e preashton vetveten. Inderori krema. Dike se tani për momentin duke shijuar iftarin, ne lutim Allahun fuqi plot që atyre t'ju bëj kabul Allahu agjerimin e tuaj. Po të na jepni një mesazh për këtë muaj të Ramazanit, me që jemi në fillim, sa më mirë ta shfrytëzojmë këtë muaj të Ramazanit. Po edhe një herë, siç e thash në fillim, i lutim Allahu xhaleshanu që këtë muaj na bëjnë kabul inshallah me gjitha veprat tona të hajrit, veprat tona të mira që kemi realizuar, me gjitha adhurimet, qoftë lexim Kur'an. Mundohemi që gjatë kohës sepse është muaji i Kur'anit. Duke qenë muaji i Kur'anit, ne duhet përpiqemi që ta lexojmë Kur'anin. Megjithatë është e vështirë. Është e vështirë edhe për ta kuptuar sepse aty ka shumë ngjarje të cilat koha ka bën që njeriu mos ketë qasje shumëta, por gjithsesi ekzistojnë libra, por është e mira që gjatë kësaj kohe dhe nëse domethënë Kurani është ndoshta i vështirë për të kuptuar në disa raste, sepse nganjëherë aty ka kuptim i domethënie mund të lidhet me një jetë tjetër dhe njeriu duke mos i ditë ato mund ngatrohet edhe më shumë, sepse është shkollë në veti tefsiri domethënë. Por ajo çfarë është e mira që të lexohet ndoshta Siratun Nebevije. Jeta shkrimi i Muhamedit alayhis salam është e mira që mu lexu. Për fillimit dhe në fund se si ka shku, si ka kalu jeta, duhet lexohen libra që janë të mirë që ja shpjegojnë jetën e tij, që e parafrojnë kuptimin edhe me kuptimin që ne sot duhet i japim, sepse mund të ketë momente dhe çaste dhe ngjarje të cilat mund t'i duket një lexuesi sot ndoshta absurditet. Por për atë arsye domethënë duhet të jetë pi studiusave dhe interpretuesve të mirë. Për shembull mund të jetë një ndër që është shumë preferohet, është për shembull historia e profetit Muhammed Hamidullahit për shembull. Janë dy vëllime. Është përveç saj ai ka edhe metodat të cilat i përdor janë metoda shkencore të cilat i përdor shkenca e historisë. Pra ai referohet domethënë ajetit Kuranit, referohet dokumentit në rastin e caktuar. Pra i ka përmasat dhe rregullat që ka historia shkencore, në kuptimin historia shkencore kur thamun se jo, se edhe kjo është shkencore, po në kuptimin që ka histori të cilat referohet burimeve. Dhe një ndër ato që është shumë më preferuar dhe gjithmonë na kanë preferuar edhe ne, edhe kur ishim ne studenta, por natyrisht është ajo ishte më thonë një libër që është i mirë që shpjegon shumë bukur jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në shumë aspekte, por natyrisht që ato ka libra të më burimor që fillon Ibn Ishaku, Ibn Hishami, ato s'po
Vakidiu e tjere që janë libra shumë më të hershëm, por që ato janë më të vështirë ndoshta për mu kuptu, edhe nuk ditesh domethënë edhe në gjuhën shqipe pjesë e tyre janë përkthy. Me sa po di Ibn Hisham është përkthy, edhe në gjuhën bosnjake. Po kështu janë përkthy to, si më thënë libra që duhet mu njoh. Domethënë ajo që ai takon besimtarit, pa hyrë në çështje të fikut edhe të usulit e këto temave tjera, hadithit, jo ky hadith është jo ky kështu, jo ky kështu, ato janë çështje të rënda, të cilat nuk mund t'i bajnë ai, domethënë nuk mund t'i bajnë. Janë thella, ato janë çështje që teologët edhe nuk kanë kohë shumë më marr me ata punë, po merren shumë veçantë domethënë dietarë që janë marrë në fundit janë marrë, gjithë i kanë diskutuar. Gjithë ulemaja më përpara domethënë nuk ishte është i ka met diçka për ta rishqyrtu dhe një herë apo diçka tjetër, domethënë aty vetëm e shikon situatë se si është sot ndoshta një shprehje që është në atë kohë ndoshta sot mund duket absurde. Kjo ndoshta duhet fokusohemi shkenca hadithit më shumë. Por jo në çështjen e ravive më, se çështjet e ravive ato transmetuesit janë kry ato, edhe ka fol Ibn Hajeri, kanë fol ata përpara me librat e tabakatëve, e librave të tjerë të cilat janë edhe në fundit domethënë në këtë kohë na aty ne ju referohemi për të thënë për një hadith, për shembull për një ravi që është thika për shembull apo që është i plot në kuptimin është i besueshëm etj. Po gjitha këto po janë në kuptimin këto i kanë diskutuar shumë ulemaja përpara, domethënë edhe ne sot s'kemë çahym shumë me më fut në këtë. Ne duhet më shumë të njohim jetën e pejgamberit alayhis salam. Kjo është shumë më rëndësishme e njohë jetën e pejgamberit alayhis salam. Sepse duke njohur jetën e pejgamberit alayhis salam është më thjesht për xhamatin e për besimtarët. Kurani është shumë më i vështirë, kuptohet, por Kurani për njerëzit është në fundit. Ama ne jemi largu shumë aqe, sa që tash e kena shumë vështirë edhe kur e lexojmë një jetë, duhet të kuptojmë shkakun e zbritjes, duhet të kuptojmë rrethanën si është, ç'ka përfshin, si përfshin, në cilë moment sepse ka jetë, ku ti drejtohet ka jetë që i drejtohet vetëm për shembull, i drejtohet familjes pejgamberit, rabë bashortëve vetë, ato nuk përfshin, ndoshta do të thotë njerëzit e tjerë, ai një mund të lexojnë atë e marrë si për veti apo diçka tjetër, kështu që mund të ketë keq kuptim. Ajo duhet bëhet me një mësues, me një udhërrefyz të thoya, një mudarris i cili e njeh atë punë dhe gjithmonë ajo ka qenë traditë. Për atë arsye njerëzit thjesht nuk kanë lexuar më përpara Kur'anin, në kuptimin me lexu përkthimin edhe për shtatin e tyre. Kjo ishte ajo që unë gjatë kësaj kohe më mundu, natyrisht ibadetet mundohemi sepse gjatë kësaj kohe një fars shumë fizhohet apo një nafile do të thotë marr gradën e farzeve sipas transmetimit pejgamberit alayhis salam. Mundohemi që të vizitojmë njëri tjetrin, mundohemi që të solidarizohemi një tjetrin, ato që i thash në fillim. Ti të kërmazëm me ndryshe. Gjitha këto domethënë duhet të shfrytëzojmë çdo njeri, domethënë pa marr parasysh se edhe kur punojmë apo në vendet ku punojmë, natyrisht që duhet mos na neglizhojmë edhe punën ku kemi. Ndoshta është e vështirë, ajo që është, sidomos njerëzit të cilët janë me punë të rënda, do të thoja punë të fizike të rënda, është e mirë që pranarët e tyre t'ju lehtësojnë pak, domethënë për hatër të Zotit. Të mos t'i mundojnë punëtorët në këtë drejtim, domethënë, sepse duhet kuptojnë që gjithë cili domethënë do me përfitu në një farë mënyrë atë shpërblimin e të Madhit Zot, por natyrisht që edhe i Madhi Zot edhe atij i cili i lehtëson, se si thot pejgamberi sa kush e lehtëson dikujt një barr apo një gjë, Allahu xhaleshani e lehtëson atij. Ashtu duhet të kuptojmë në tërësi besimin edhe jo të gjërat të shputna, edhe besimi është i lidhur njëra gjërat me tjerë, janë zinxhir, janë të lidhur njëra me tjetrën. Ani pse nganjëherë na duken ndoshta kjo thënie s'ka lidhje me këtë apo s'ka lidhje me atë, por gjithë cilat ato janë tona lidha edhe ndërlidhen njëri tjetrin. Dhe me shpresën që Allahu xhaleshanu na i pranojë gjitha këto lutje dhe ta presim festën e Fitr Bayramit apo Bayramit Madh siç e kena thënë në traditën tonë, gjithë të gëzu, natyrisht gëzimin më të madh me marr atë mirësit që Allahu xhaleshanu na i ka çu, e të përfitojmë për tyne, e të afrohemi ma shumë Allahu xhaleshanu dhe të kemi dashnin më të madhe ndaj tij, duke i realizuar këtë gjë. Allahu amin. Ne i bashkëgjitëve lutjeve duave tuaja.
Të nderuar ndjekës, të nderuar agjerues, ne lutim Allahun fuqi plot po ashtu që Allah t'ju bëj kabul, t'ju pranoj agjerimet tuaja, lutjet tuaja. Lutim Allahun fuqi plot që nga ky Ramazan ta shijojmë sa më tepër dhe të dalim sa më të mirë dhe ndryshe. Ndjekemi, shihemi në emisionet në vazhdim. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.